Asin të mbash një rol nga fillimi deri në fund. Mos ma ndrysho, po jo pra, se ajo është e vështira që ti ta mbash. Ai nisë, baje. Unë ti bëj çfarë duash, por në momentin që ti më fyen inteligjencën mu, në momentin që ti më fyen inteligjencën, është ai kur ti mundohesh ma shesësh mu për vlerë. Po pra këtë po them. S'mundesh ti të futesh. Ti po çfarë duash vëlla me të futesh dhe thua këto kanë dy, do të thënë ti drejtohesh me njerëzve me këto, sepse duke është shumë e shpifur, më kupton? Është si me thonë një njeri që pin, që abuzon me substanca, që lu bixhoz e tjerë, që ka shkatruar familjen, ka lënë kalamaj rrugëve. Me të bë moral. Me thonë ty, domethënë, është gjë e mirë kjo. O dagu, ti vazhdore, ta më tha dalçin. Se ke marrë përsipër me shkatruar jetën tatë të njerëzve që ke familje, është risku jot. Është risku jot. Po mos ma shit për vlerë, se tash na çuditë fare. Reciproke është. Edhe ai daku thotë kush je ti që më bë moral mu. Kupton? Është reciproke. Absolutisht, se të shofësh, të arrish, të kesh guximin dhe kurajon, të analizojnë këto lloj personash për jetën tate, kur ti s'po i prish punë, do të thotë që o je shumë i keq, ose ti s'e ke kapacitetin të kuptosh se si me të vërtet funksionon bota. Pra ti ke në këndvështrimin tatë ti duket viktim. Dhe ty tjerë ta kanë fajin, edhe këtyre. Duket vetja viktim. Unë i thash saj, problemin më të madh të njerëz e kanë frikën nga realiteti, me ne të vetëm dhe me veten e vet. Pra ne futen nëpër labirinte historish, librash, imagjinate, thrilleri, janë kështu, ku dëgjon bohen masnej, ku di folin me qerosin, me erosin, me qa folin, domethënë, sepse nuk duan të përballen me realitetin. Realiteti do bëllë, realiteti duhet qohet mjes, me shku në punë e tjere. Dhe unë e kam thonë, Shqipninë dhe këtë vend nuk kanë me e qu për para edhe s'kanë me e qitë për situate as intelektualet, as politikanët, as artistët. Kanë me e qitë njerëzit e thjesht, emigrantët dhe njerëzit e thjesht që punojnë tu që shkojnë punë nga mjesi deri në darkë, paguajnë faturat, rrisin kalamoj, edhe ato kanë me naneru, edhe ato do e thynë mentalitetin si që kanë thy. Se kanë thy, se ti e di shumë mirë, kanë shku shqiptarët, jo ato që folin e plak. Kanë shku shqiptarët, janë 1,5 milion gati në Greqi, në një vend që janë abuzu, janë gjitha gjojnat më që i kanë bo, dhe kanë kthy mentalitetin. Dhe grekët folin me respekt, a i që Europë tamam, se ka negativa sa dush, në çdo lloj shoqërie. Grekët flasin me respekt për shqiptarin që o punëtor, që është i ndershëm, që o mundu me integru, etj. Gjithë. Dhe si e ka thyer ai? Me punë, jo me lloqe. As me konferenca, as me të arty politika, me thonë se ne jemi më të mëdhenj, ne jemi, ato janë lloqe lala. Mos i shif fjalët asnjënit, shifi veprat. E kudo, në Itali, Gjermani ku janë shqiptarë më shumë, në Angli, në Amerikë, në Australi ku unë kam qenë, ato e thyn mentalitetin dhe ato e thyn opinionin e njerëzve që kanë për ne. Dhe vetëm puna, vetëm puna. Puna dhe me pa gjënat e tuaja dhe mi dhon dashni familjes, shokut, shoqës. Dhe kur ke kohë me bodhe një logje të vogël, po jo gjithkohës logje, kupton se duhet bodhe puna. Që strategji me të ka thonë Zoti kjo është. Ne për video kemi dalë vetëm në për lopata. Unë tek videot që dalë që flas me ju, flas vetëm në për kape shkule kamerë në vlla merë këtë urit, kush po të gjyko? E thash para 2 javësh, i thash Agajt, i thash, se tha pse je kështu sot si, thash po isha tu i ra lopatës, tu heq bajgat dhe po mendojshë. Edhe merë di keq thash, më thonë drejtën për vetën. Kur erdhëm fillim gjithë ne, pa përjashtim, edhe këto që kanë ardhur tash. Është interesante shohësh X-in tu ushqy lopët sepse se ke pa në jerë, kupton se vika qyteti. Mirë, po interesant liku i kësaj gjoje, shkoj javë, maksimumi 10 ditë me hate. Mas 10 ditësh, qa metet që kjo punë duhet bë, dhe ti nuk je më interesant. Dhe më vjen keq që thash sepse harxoj gjysmën e ditës atje dhe nuk kam kohë me dalë me bë dhe unë interesantin, i thash. Dhe sinqerisht më vjen keq. Po s'kam nga me amajt sepse e na jo është i punë që duhet me e bojtë, si me e bojtë. Të janë të shfrytzuar rëpë të tjere, po jashues po thena gjë. Falë, bëj pyetje, atë bëj pyetje. Kë puna kamerave, kë puna gjëra. Si thuti, me gjithë respektin për vizionin, me gjithë respektin për këtë formatet gjitha. Që këtoti se kishe pas një ndryshim, për shembull, edhe në qoftë se unë i kisha vu 4 kamera në shtëpi time, isha fut live në rrjetet e mia sociale, e në unë e gruaja ime, nga mjesi deri më darkë, kishim marrë audiencë sa dush, e ne ishte e jona. Okej, nofta jo ka i shumë sa këtu,
Po e kisha morën. Unë me desh me bëhet e kisha bo më shpitime. E në bëhet, së që E në bëhet. E një merë lekët gjitha vetë, e një merë sponsorat gjithë vetë, e një merë klikimet gjithë vetë, në qofë se folim si që folim toj që vetëm dun me morë, s'dun me dhonë gjokë. To dun veç me morë. Mi fol publikut, mi fol sponsorit, mi fol të, mi fol ashtu, vetë këtë që kërë. Kapim që të kapim. E bëj vetën e plan. Unë kam ardhë që në dhoni shembull si ti, si tjetëri, që unë ky punojmë, pavarësisht se janë kamerat, bëj këtë, unë e bëjmë shpitime dhe. Të thonë e keni boju se keni këtu keni arë për këtë punë. E bëjmë shpime dhe, o thjesht fare. Vis, dhe çfarë bën tani? Futem live. Po ta dëgjosh, do ta dëgjosh gjithë ditën këtë gjë, se e ka kuptuar. E ka parë që e ka dhier me, fal, që e thash, po që e ka prishur muhabetin me atë gjën që bëri dhe ka frikë mos i del nga unë ose që mos e nxjerrin. Megjithëse nuk besoj se ishte po shkoja në tualet. Dhe tani është gjatë gjithë kohës duke thënë Qaraman e Sara, se ka frikë mos unë ankohem për këtë gjën. Po që do ti e di vetat e për shpirtin tatë s'ke nevoja s'ti mas me ja përdor, as me ja përmend, as me. Më besoj që është për këtë gjën. Është ditë çift Ajo sot, ka është e martë. frikë që mos ankohem për këtë gjën dhe del të Për thënë. këtë gjë do ankohesh. Lene mos e thuj, derisa s'do më thonë mos e thuj, mos i shko më ti muhabeti. Domethënë qofse s'do, qofse do, thuaj me kry punë. Mbroj nesër do jetë si dje dhe pas nesër do jetë si sot. Ajo këtë punë ka, i ditë po, i ditë jo. Ore mos u gënjeni, Nuk po e kupton çfarë po them për nesër. Po e kuptoj unë vetë që thoti, e kuptoj unë vetë që thoti. Nuk është... Unë unë vetë në debat që kam pas tu, s'kam bërë debat me asnjëri, se asnjëri s'm ka prek, domethënë me arrit në debat, më kanë respektu, i kam respektu. Vetëm në debat e kam pas me Lirin. Se në një moment që unë isha vulnerabël, ai vazhdoi e ne vazhdonte. Kush ishe qëllimi, unë se di, as si hyet i muhabeti se kush ishe qëllimi. Se s'du me e ditë, di vetaj. Por, leksioni që unë mora, ishte që unë ati personi nuk i besoj dot. Mund bëj muhabete për peshkun, për Australinë, për këte, për atje, po unë nuk i besoj. Se unë, dhe atëhere e leja aty ku është, e tjerë, edhe me këtë, si që thotë Rëminu, s'ke nevoj mi besu me ashu, ti ma men, fale, po mos harro që ka nëllë, për vetën tate, jo me i bo keq atit me morë hak. Po për vetën tate, që pëstodhi ma, mos vritesh ma, shpirtnish, mos vritesh ma. Është reciproke. Ku të mungon respekti, e në ti, jam man men edhe... Me man men me rujt vetën, jo me i bo keq atit. Jetë lumë të ruka, aje kush do të më dhe, pa e marë si shembull. Se prapë unë gjithmonë shembujt edhe gjërat që ndodhin, përfaqësojnë një fenomen. E në qoftë se të flasin për përmirësu e për çuma për para fenomenet. Po? Ka që lale. Që thu vetëm po. Jo, më këtu. Ma thuj dhe mua të që do ankohet e jo. Jo, nuk e them. S'do me thana, s'ka kuptim, Nuk e them, jo. Mos ashtu pranej të emblene, Si ja the visit dhe s'ma Jo, s'ma Jo, thamë, se thash. Se kam thënë sepse s'dua ta them. S'do ta thot. Jo se s'dua t'ja them visit ose... Ore, me që na kanë pas sytë këtu ne, motra, e në për këto që hiqen si qelibare, si dhe më thënë, ku di gjonë me, që na kanë pas sytë në për shpi, sa rëmujgjian, e sa ka goca e graja që hynë ke bajën qunave, 4 herë kam hynë mrapa e kam gjetë pa shtypate, më thënë nga njëti person. E si gatuin, e qërlom që bëjnë, e që pisliku bëjnë, e tjere, e si sillen, si i përdorin personazhet e tjere, me desh me fol robi, po nuk më tako mu me fol, mu më tako me pa, dhe me majt i marrëdhënie caktume në bazë të asaj që shoh, edhe sa përshtatet mua jo si tip, ose si personazh. Basë asaj që t'jep. Basë që t'jep, e mor, ka që i marrëdhënie. Masane, për gjyku, le ta gjykoj ti, unë s'jam tu me gjyku njëri. Gjykatës janë, dhe më thënë, opinionist, janë 3 veta atje. Ta që kur bëhet mullar, do t'a thush edhe i lafën. Po pra, kur bëhet mullar e kur ashtu, por deri tash nuk më shqetëson, e shoh e kam tipin baj. Se ne nuk du me i flish, me i bo, qofse i gjohë nuk është pa, le mos shifet. Dhe në qofse është pa, s'du me e përsërit, se duket sikur, dhe më thënë, po du me ull dikë, e me nejtë vetën. Uan shko e kam tipin, s'kom që me i bo, shu tip jam, nuk para fol. Nuk fol se gjona që duken. Shiko, se ai që e kupto, ai ka kuptu pa fol visi e pa fol gjo. Ai që se ka kuptu me qa ka pa këtu, s'ka me e kuptu, ne pa ja shpjegova, unë si do që të shpjegoj. Di prandaj nuk lodhem, po më bëri mirë sepse më ktheu prapë që ta kujtoj që duhet ta shijoj. Duhet ta shijoj me vërtet. Po, këtë periudhën e fundit. Prandaj u zgjova me energji tjetër.
Bravo. Një e Good for mirë. you, thëm, kur thot austriaku. Kush e thot? Australianin. Rumuni.